Dhe jemi rikthyer në studio për të vazhduar edhe me një linjë direkte nga qyteti Tetovës, ashtu siç potencova edhe më herët. Fisnik Xhelili është shpallur si gazetari më i mirë nga shoqata e gazetarëve për raportimin vjetor gazetaresk më të mirë me tema me rëndësi lokale dhe rajonale. Në linje të drejtpërdrejt kemi nga qyteti Tetovës Fisnikun me gazetarin ton Visar Sadiku. Përshëndetje dhe mirëmëngjesi. Përshëndetje dhe mirëmëngjesi edhe për ju Aida dhe gjithë shikuesit e radio televizionit të Maqedonisë, e veçantit atij të ritmit ditës që në mëngjes janë zgjuar në valët e radio televizionit të Maqedonisë. Ashtu edhe siç e theksuat, sot pranë meje nga herave tjera që jeni mësuar të kemi ndonjë drejtor institucioni, drejtor shkolla apo ndonjë aktor apo drejtor të teatrave kulturor këtu në qytetin e Tetovës, sot pranë meje kam kënaqësinë të kem një koleg mjaft i ri, por ambicios për punën që po bën dhe po le nam jo vetëm në Tetovë, por edhe në Maqedoni. Ashtu siç e theksuat, Fisnik Xhelili mori çmimin nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë, çmimin vjetor për raportimin gazetaresk më të mirë mbi temat dhe rëndësinë lokale dhe rajonale. Fisnik, faleminderit që pranove ftesën, edhe pse në mëngjes kur thira tha jam shkup. Përgjithsisht, faleminderit. Mirëmëngjes, faleminderit. Ishte një shakake, ose për ta nis ditën mbar. E mirë. Atëherë ju javën para 2 javë që ishim edhe ne si kolega atje, morët çmimin nga shoqata e gazetarëve, kishi konkuruar një herë, 2, 3, në të katrën kishe thënë që po jo në 5 minuta në 3 ku themi ne nga Tetova, kishe vendos të konkurojsh, por doli e hajrit. Atëherë si ndjehesh? Ashtu ndodhi, është një ndjenjë shumë e mirë, sepse në fund ditës puna ime disa vjeçare u shpërblye me një çmim në një fushë në të cilën kemi punuar jashtëzakonisht shumë në këto 4 vitet e fundit. Është interesante si e përmendet edhe ju, sepse domethënë në këto 4 vitet e fundit kisha aplikuar për këtë 3 vitet e fundit realisht për këtë çmim. Prisja se cilin vit që ta fitoja, domethënë pritjet ishin shumë të mëdha dhe vitin e fundit kur pash konkursin thash nuk po aplikoj, se domethënë nuk është e shkruar që ta marr këtë çmim, mirë po ditën e fundit thash se po aplikoj sa për pjesëmarrje, që domethënë edhe pse ndoshta nuk shpërblehemi në fund ditës me këtë çmim, po sfigurojmë aty sepse po bëjmë edhe ne diçka, edhe në momentin kur më pak e presim, siç thonë gjërat e bukura ndodhin kur më pak i presim, ndodhi edhe kjo, dhe është një moment shumë i bukur si për mua si gazetar, por edhe për gjithë redaksin të portalit. Mendoni se herave tjera ku ke konkuruar nuk kanë qenë temat adekuate, apo thjesht nuk ka qenë vedia, themi ato, për dhënë një çmim Tetovës? Tani nuk e di si ka ndodhur, sepse realisht ka pas edhe shkrime të tjera, ndoshta produktet e kolegëve gazetarë të tjerë viteve të kaluara kanë pas ndonjë element ndoshta që i ka dalluar nga ato me të cilat kam aplikuar unë, mirë po këtë vit jam i kënaqur, tani u përmbyll me sukses edhe ky mision. Është një gjë e mirë kur fiton, ka një ambicie apo një motiv shtesë për ju gazetarët, edhe unë jam i ri, pak më i vjetër se ti aty jemi, por a është një motiv shtesë për gazetarët? Patjetër që është, sepse në fund ditës profesioni jonë nuk është vetëm një profesion i rëndom, por është një mision. Ne e shohim vazhdimisht punën tonë, domethënë është vizibile, mirë po në rastet e caktuara duhet kemi nevojë edhe ne, madje edhe si gazetarë të ri, por edhe gazetarët e tjerë që ndoshta përmes këtyre vlerësimeve të del në pas si diçka më e madhe, për shembull, që jemi duke bërë, sepse në fund të ditës tek ne vlerësimi ndaj gazetarëve, posaçërisht ndaj gazetarëve të ri, mendoj se nuk është në nivelin e dëshiruar. Sa e vështirë është punojsh, për shkak se edhe ne në atë pjesën themi për informimit i kemi punuar këto tema lokale që janë kryesisht në Tetovë, por pjesën ku edhe keni fituar temën, kjo pjesa e bulizmit, sa mendoni se këta do të jetë shumë e rëndësishme për qytetarë, për shkak se janë tema të cilat nuk preken shumë nga gazetarët dhe janë tema të ndjeshme. Sa e keni pasur vështirë të trajtohet, duke pasur parasysh se mungesa edhe të informimit, themi që institucionet si psikologët, deftologët nuk dëshirojnë shumë dalën para kamerave. E keni pasur vështirë trajtoni këtë?
Realisht, trajtimi i temës nuk ka qenë edhe aq i vështirë sa që është problematike vetë tema, si dhuna psikologjike, bullizmi dhe këto të tjerat dhe zinxhiri se si funksionon, sepse janë disa problematika mjaft shqetësuese të cilat dita ditës po rriten dhe nuk po shohim se po merren veprime, duke nisur që nga familja, që nga prindërit, pastaj shkollat që kanë një sër shkeljesh, nuk kanë psikolog të mjaftueshëm, nuk kanë sociolog të mjaftueshëm, madje edhe në rastet kur kanë ata punojnë nëpër zyra apo nuk punojnë fare, pastaj institucionet lokale, institucionet shtetërore nuk po bëjnë mjaftueshëm në këtë problematikë dhe pastaj kur ndodh ndonjë rast apo si dhuna fizike të cilat kemi pasur raste nxënësit kanë ngelur me pasoja të rënda fizike apo psikologjike, kemi pasur tentime edhe për vrasje, vetvrasje, pastaj institucionet, prindërit të gjithë dalin qajnë në vend se të marrin masa parandaluese. Është një zinxhir shumë i madh personash të cilat janë të përfshirë në të, por jo vetëm edhe institucione të cilat nuk po punojnë mjaftueshëm dhe është alarm i fundit që të zgjohen sepse pasojat janë fatale. Përveç kësaj teme, ju keni trajtuar edhe temat kryesisht që bëjnë edhe me dhunën, edhe përdorimi i lëndëve narkotike nëpër shkollat e Tetovës, por në theks të veçantë nuk i keni larguar sytë edhe nga universitetet, ku keni theksuar se atje ka edhe shitblerje të notave në thojza, ta themi, ka ngacmime seksuale ndaj profesorët, ndaj studentëve e diçka të tjetër. A ju informojnë studentët, a e kanë vështirë të flasën para kamerës, apo sa keni pas ndonjë kërcënim, themi, në këtë aspekt? Janë tema të cilat ne gjithë jemi të vetëdijshëm se ekzistojnë. Përdorimi i lëndëve narkotike, gjithandej, të gjithë dëgjojmë edhe për raste konkrete. Mandej çështja e universiteteve, shitblerja është fakt që lulëzon. Ajo që është problem është se institucionet vetë nuk po marrin hapa konkret për të parandaluar këto, sepse domethënë këto janë problematika që ekzistojnë me vite, universitetet, por edhe institucionet të tjera në këtë rast vetëm arsyetohen se po do marrin masa, kjo studentët apo viktimat në këtë rast, cilat do qofshin ato edhe tek shitblerja e notave, edhe të ngacmimet seksuale, nuk e kanë të vështirë të diskutojnë me ne, sepse mediat janë më të besueshme se sa vetë institucionet në këtë rast, sepse ata frigojnë t'i raportojnë nëpër institucionet, si te çështja e notave, si te çështja e ngacmimeve, ata nuk kanë besim në institucionin përkatës, konkretisht në këtë rast në universitet, po pastaj edhe nëpër institucionet tjera si policia, prokuroria, sepse në fund të ditës çfarë ju ndodh atyre, në fund ditës prapë ato do gjykojnë dhe do e posojnë ato në vend se të zgjidhet problemi i tyre, domethënë vëmendja do të drejtohet te viktima, edhe do të merren me atë, edhe do të krijohet një debat i madh publik rreth tyre dhe do të lihet anash, domethënë problemi. Mendoni se është edhe problemi i asaj trekëndshit mes nxënësit, themi, ose studentit, profesorit, institucionit në krye, por edhe prindërve, për shkak se shpesh herë sikur theksuat nuk raportojnë këta dhunën, nuk e raportojnë asgjë, dhe më pastaj bëhet nga diçka shumë e paktë në diçka shumë më shumë, dhe shohim se çdo ditë më tepër në Tetovë kemi këto probleme, edhe përkundër për shkak se u themelua Këshilli për parandalimin e delikuencëve të miturve, edhe pse hapën shqetësime të mëdha në qytetin e Tetovës, themi se asgjë, bëhet lajmi, bëhet kronika nëpërmjet mediumeve dhe më pastaj thuaj se asnjë veprim konkret nga institucionet. Do të jetë bashkëpunimi më shumë prindër, institucion dhe institucione në përgjithësi. Patjetër, unë mendoj se gjithçka fillon tek prindërit, kryesisht sepse prindërit janë në shtëpi me fëmijët dhe sadopak kanë, ose sot mund të themi se në thojza nuk e kanë kontrollin mbi fëmijët e tyre. Gjithçka duhet të fillojë nga fëmijët, nga prindërit, më fal. Në bashkëpunim me profesorët, sepse nxënësit shumicën e kohës e kalojnë në shkollë dhe ky komunikimi prind shkollë, fëmijë duhet të jetë më së i vazhdueshëm, që këtu te ne nuk po e shoh se po ndodh. Përmendet edhe Këshillin e Delikuencës, mendoj se Këshilli i Delikuencës këtu në Tetovë është një ndër të vetmit, apo mos të them i vetmi, i cili po bën një punë shumë të mirë me nismën e disa profesorëve, aktivistëve, sepse po t'ishte për nga ana institucionale ky këshill nuk do ekzistonte, është themeluar me vetë iniciativë të disa personave me vullnet të mirë dhe unë po shoh se ata po bëjnë një punë shumë të mirë dhe të pandalshme përmes aktiviteteve të tyre, përmes fushatave vetëdijsuese dhe ndoshta sadopak kanë arritur që
ti nxjerrin në sipërfaqe këto probleme që të paktën edhe nëse nuk merret ndonjë veprim konkret nga ana e institucioneve, të diskutohet me vetë nxënësit që ndoshta të rritet vetdia pak më shumë në fund ditës. Ato shpeshherë edhe ne edhe ju keni ku keni theksuar se shumë shkolla, veçanërisht në shkolla ekonomike 8 shtatori, por edhe shkolla periferike është Regjevoga që nga themelimi, themi nuk kanë psikolog. Punën e psikologut e bajnë profesorët. Shpeshherë kur I pyesëm se pse profesori bën punën e psikologut, punën e profesorit, punën e prindrit, tani është probleme edhe paraqitja tek prindrit për shkak se ata reagojnë në mënyra të ndryshme, për shkak se shumë të drejta tani sipas ligjit I kanë dhënë në vetë nxënësit që është I paprekshëm dhe ai mendon se çdo gjë çka bën shkolla ai ka të drejtë. Mendoni se institucionet për shkak se komuna e Tetovës thotë se ka psikolog të enti për social që është tunë në Tetovë dhe nëse duan ata mund të kërkojnë ndihmën e atyre, por tjetër është kur psikologu në shkollë dhe bashkëpunon me nxënësit. Patjetër, nuk janë vetëm shkollat të cilat ju I përmendet që kanë mungesë të psikologëve dhe sociologëve, shumë shkolla, domethënë janë mbi 10 psikologë dhe sociologë të cilët me vite e vite të tëra mungojnë në Tetovë. Çfarë bëjnë institucionet, konkretisht tu komuna e Tetovës, arsyetohet se me qeverinë paraprake nuk kanë pasur bashkëpunim, ndërkaq që ja tani domethënë janë vetë këta partitë të cilat po udhëheqin me komunën e Tetovës janë vetë në qeveri dhe nuk po shohim se ky problem po zgjidhet. Domethënë institucion ku dua të dalë, nuk dua të targetoj individ të caktuar apo parti të caktuara, mirë po problemi është se institucionet këtu tek ne vetëm arsyetohen. Kultura e përgjithshme është vetëm arsyetimi. Nuk janë të fokusuar të zgjidhin problemet konkrete, domethënë problemet reale me të cilat ballafaqojnë qytetarët, sepse janë probleme me të vërtetë të cilat janë shumë alarmante, për të cilat ne për çdo ditë po raportojmë, ndërkaq ata në fund të ditës vetëm arsyetojnë sepse ministria e caktuar nuk ka aprovuar punësimet. Dhe çfarë shohim në teren nuk po kemi psikolog dhe sociolog të mjaftueshëm nëpër shkolla, ku nxënësit do të mund të shkonin dhe të bisedonin me ato. Por problem tjetër është edhe mosbesimi që nxënësit kanë ndaj tyre, sepse ata në fund ditës po bëjnë punë administrative dhe nuk e dinë realisht se edhe ka një psikolog shkolla e tyre apo një sociolog me të cilin ata mund ta diskutojnë një problem, një shqetësim, të cilin e kanë që në fund ditës të mund të merren ndonjë masë sado e vogël qoftë për atë problem. Një ndër shkrimet e fundit që ke pas në portal patjetër ku funksionon ke qenë korrupsioni dhe sistemi puna vret çdo ditë, kurse ne prapë nuk zëm mend. Për këtë fjalë që e tham tani për institucionet. Po shife, kjo është domethënë për krejt. E dim se jetojmë në një shtet ku korrupsioni çdo ditë jemi dëshmitar të rasteve korruptive të cilat në fund të ditës kanë marrë edhe jetë, siç ishte rasti I fundit në Koçan, zjarri në spitalin modular të Tetovës, aksidenti në Llaskars, aksidenti I autobusit Beza Trans, dhe kjo ka qenë një koment, një shkrim editorial të cilin e përmendët ju, ku kam shfaq revoltën time si qytetar, sepse nuk po zëm mend realisht, po na ndodhin tragjedi të vazhdueshme dita ditës dhe ne si popull, si shtet jemi në gjumë, ndërkaq që nuk e di, ndoshta në ndonjë shtet më të afërt të kishin ndodhur këto raste, unë nuk e di çfarë do kish bërë. Askush nuk po merr përgjegjësi, institucionet, qeveritarët, funksionarët janë mësuar gjithnjë që ta hedhin përgjegjësinë të tjetrit, ndërkaq nuk doli një njeri në këtë shtet të merr përgjegjësi, thotë unë jam përgjegjës për këtë rast dhe të shfaqet para drejtësisë apo nuk e di çfarë tjetër. Shpeshherë shoh ditët e fundit po shkruani edhe për huliganët themi të ndërtimit në Tetovë, ndërtimit edhe egra. Theksoni apo paraqitni atij se kanë vulën e kryetarit të tanishëm Bilal Kasami dhe thoni që ato janë të paprekshëm, ku përmendni edhe gazetarët tjerë kolektantë të cilët kanë paraqitur se në Tetovë edhe për shkak se kanë ndërtime pa le, ka le deri në 4 kat, ai bën 8 kat, 7 kat, 5 kat. Keni ndonjë fërkim me institucionet këtu apo si keni punët? Shiko, çështja e ndërtimeve edhe e mafias urbane nuk është se ka filluar sot me kryetarin aktual të komunës dhe e ka filluar ky dhe po e mbaron ky. Çështja e mafias urbane ka filluar që për para shumë viteve dhe për para shumë kryetarëve të tjerë. Mirëpo shkrimi të cilit ju referoni ka të bëjë me disa çështje aktuale të cilat u paraqiten në media edhe nga ne si media, po edhe nga disa media të tjera dhe ajo ka qenë një përmbledhje dhe është realisht për të ardhur keq se si Tetova dita ditës po ngulfatet. Në vend që qyteti të zgjerohet më tej nga ana e poshtme apo nga anët tjera,
po fokusohen ndërtimet çdo ditë më shumë në qendër. Dhe çfarë janë shkelje, do me thënë në vend se në letër qëndron ndërtesa me 4 kate, pastaj përmes lejeve të ndryshme, përmes proceseve të ndryshme ata bëjnë në 8 kate edhe rastit të tjera. Pastaj kishim edhe rastin e shitjes së monopolit, pastaj edhe rastin të cilën e zbuluan kolegat e IRL-s me një sër shkeljesh që u bë një legalizimi një weekend shtëpize në kodrën e diellit, edhe janë probleme të përditshme për të cilat institucionet duhet marrin përgjegjësi që mos t'i lejojnë, sepse vinë në pushtet me premtime të cilat do t'i zgjidhin këto probleme, por në praktik bëjnë të kundërtën, që nuk duhet të jetë ashtu, mirë po ja se e bëjnë dhe është e jona që si gazetar t'i raportojmë këto shkelje, sepse në fund ditës kjo është puna jonë, edhe pse institucioneve kjo nuk ju pëlqen në fund ditës, nuk ju pëlqen artikujt të cilat i bëjmë ne, mirë po ato janë të bazuar në fakte dhe në gjendje konkrete dhe në fund ditës nuk kanë çfarë të thonë, vetëm mund të mos ta pëlqejnë, por kjo është. Kur jemi të institucionet, si është raporti, për shkak se edhe ne jemi këtu, si është raporti, a mund të arrijmë në përgjigjen që e duam ne, a e vonojmë përgjigjen, si komuna, si gjykata, si prokuroria, por edhe shkolla, themi institucionet publike. Ti si gazetar, sa arrin me shpejtësi ta marrësh feedback-un që kërkohet? Kjo varet. Përgjigje në të shumicën e rasteve marrim, por është ajo përgjigja të cilën ne dëshirojmë, ndonjëherë po, ndonjëherë jo. Komunikimi është më i lehtë me institucionet, për shembull kur trajtojmë tema më të lehta, të cilat ata ndoshta i kanë më për qefi, nëse mund të them që ju vjen më i lehtë të na japin një përgjigje sipërfaqësore, ndërkaq kur futemi në detaje, kur fillojmë të hulumtojmë pak më tepër gjëra të cilat atyre ndoshta edhe nuk ju pëlqejnë, tentojnë që me çdo kusht të na evitojnë, mirë po ekzistojnë edhe mekanizma të tjerë, ekziston ligji për qasje të lirë në dokumenta me karakter publik, pastaj nëse nuk na përgjigjen përmes maileve, përmes gjërave, do t'i vrapojmë me mikrofon siç në për preskonferenca apo në daljet e tyre publike që në fund të ditës të marrin përgjigjen e cila neve na intereson, por është edhe në dobi të qytetarëve. Komunikimi mendoj vlerësoj se është i mirë deri diku, nuk mund ta ankohemi për këtë pjesë, mirë po hapësira për t'u përmirësuar gjithmonë ka edhe mund të jetë më mirë padyshim. Jemi ka fundi, por edhe një pyetje apo dy, ju bashkë me kameramanin tonë Vedot Osmani keni qenë edhe në Bruksel, nëse nuk gaboj, si është atje, keni biseduar apo ke shkruar edhe për reintegrimet e vendit? Si është komunikimi dhe a dallohet gazetaria jonë që bëjmë ne këtu me gazetarinë atjeshme, ato që keni marrë një informacion? Patjetër, atje është, domethënë, e kam thënë edhe më herët që është një botë krejt ndryshe, nuk e di. Atje edhe mënyra e funksionimit me institucionet, me funksionarët është shumë më e thjeshtë se sa këtu tek ne, domethënë. Sepse atje nuk duhet të vraposh pas funksionarëve, pas zyrtarëve të lartë, i ke gjithë aty nëpër korridoret e ndryshme dhe të cilat është, domethënë, qasja deri tek ata është shumë më e lehtë se sa këtu tek ne. Me Vedutin kemi kaluar shumë mirë, kemi realizuar disa intervista, disa kronika atje, edhe ka qenë një eksperiencë mjaft e bukur, cilën shpresoj që do e realizojmë përsëri. Atëherë në fund, çka mendoni për gazetarinë e sotshme? Pika të shkurta, çka mendoni? A mendoni se të rinjtë e duan këtë profesion dhe a mendoni se është ngatruar pak me influencer, gazetar, tiktoker, nuk e di edhe unë çka? Gazetaria e sotme tek të rinjtë realisht është në vdekje klinike, mund të them, sepse të rinjtë nuk janë të interesuar për gazetari sot. Nuk e shohin si një profesion të dobishëm apo ku ta di, po e ngatrojnë me influencerët, me TikTokin dhe me gjithçka tjetër dhe nuk po kemi gazetar të ri, kemi gazetar të vjetër, figura të konsumuara tani më dhe nuk po kemi risi nëpër ekrane televizive, por edhe nëpër mediat online. Gjendja e gazetarisë në Maqedoninë e Veriut sot është për të ardhur keq, sidomos e pjesës të mediumeve online në gjuhën shqipe, do kisha thënë, sepse nuk po kemi mediume të mirëfillta, janë të pakta ata të cilat janë ashtu siç duhet të jenë, dhe unë nuk e di se me këtë ritëm çfarë të ardhme do të ketë gazetaria në Maqedoninë e Veriut. Po flas jo në të ardhme shumë të largët, por në të ardhme shumë të afërt, sepse interesi është shumë i ulët. Nuk po kemi studentë nëpër universitete, dhe ata studentë të cilët kanë hyrë sa për sy e faqe, mandej baraktisin studimet, dhe gazetaria me të vërtet është dhe do të jetë në krizë më të madhe në të ardhmen nëse nuk po merren masa tani. Fisnik, faleminderit që ndave kohë dhe bashkë do dëgjohemi edhe herave tjera.
Faleminderit Visar. Knajtësi. Aida, atëherë këtu pranë me, si që dëgjuat, ishte Fisnik Xhelili, një ndër kolegët tanë të cilët është më i zëshëm themi në Tetov, edhe pyetjet kur bën institucioneve, kur jemi prezent në pres konferencave të ndryshme, thjesht i largohen pyetjeve të Fisnikit për shkak se kërkon atë që mendojnë sipas tyre është pak më e vështirë për t'ju përgjigjur, ku themi te pjesa e ndërtimeve pale, urbanizmit e diçka të tjetër. Atëherë faleminderit shumë, këtu jemi ullur tek Ulçet, i cili ditë më parë ka promovuar kryetari i komunës së Tetovës, i një 10 Ulçe siç po e shohim. Dhe në këtë formë i promovuat edhe ju në programin tonë, i promovuam edhe ne këtu, arritëm t'i promovojmë, por pjesa tjetër themi se është për dëshiruar, ku themi ku jemi te pastërtia publike, por edhe ne si qytetare bëjmë atë punën tonë që jo çdo herë kanë fajt institucionet, por edhe qytetarët duhet jemi pak më të vetëdijshëm në këtë aspekt. Aida, faleminderit shumë dhe kërkoj ndjesë nëse kemi zgjatur pak. Po, Visar, para se ta përmbyllim, me qenë se kam rastin ta kem aty afër edhe Fisnikun, do doja që t'ja parashtroj një pyetje nëse e sheh veten në të ardhmen në botën e televizionit dhe t'i largohet portaleve? Okej. Fisnik Aida thotë në një të ardhme të afërta, mendoni që të largoni nga bota e portaleve dhe t'ju bashkangjidhin ndonjë televizionit këtu në Maqedoni? Nuk e di, njerë për njerë jam mirë këtu ku jam, mirë po gazetaria si që tash unë nuk është profesion, është mision edhe të ardhmes nuk i dihet, është një çështje e hapur. Kështu na la një përgjigje jo të përfundimtare, por nëse duhet diçka do t'jem une do t'jem une ai i cili do të bëjmë negociatat. Si këto tani më që bëjmë negociata, shpresoj mos jesën negociata politike si janë stërzgjatura, në fund del asgjë prapë. Visar, shumë faleminderit për këtë bisedë, ishte vërtet shumë informuese dhe mbi gjitha shumë pozitive nga mëngjesi, na reflektuat mirë nga Tetova, falenderoj shumë edhe Fisnikun që ndau kohë që në mëngjes na bashkangjitat. Ju uroj të dyve suksese, sepse vërtet profesioni i gazetarisë unë gjithmonë e quaj është shumë i shenjtë, mbi gjitha duhet ta duash, por edhe duhet t'jesh i afërt çdo herë edhe me publikun. Faleminderit.